ata mund të realizonin edhe atje në malin e asaj atë të fshatit në Fuks. Por thjesht edhe vetëm që mos ketë me, domethënë, mos kenë me punë, sidomos i jati i saj, edhe personat që mund ta kenë marrë fëmijën, arsyen përse mund ta ketë marrë ata janë të ndryshme, mund të jetë birësim i fëmijës, edhe kjo mund të jetë ajo, domethënë me besu shmjatësisë. Mirë po fëmija duke qenë i vogël, duke pësuar dhe tronditje nga më të renda të rrëmbimit, ajo ishte pabushur 6 vjeçe, edhe kur ndryshon ambientin, kur ndryshon gjuhën e komunikimit, kur nuk di me ku je, në cilin vend je, edhe pastaj gradualisht u mbet edhe kujtesën se kush është mamaja jot, kush është babai e tjera me radhë. Kjo e bën jashtëzakonisht të vështirë komunikimin, domethënë, të vajzës edhe gjetjen e atyre lidhjeve për të arritur edhe për ta gjetur atë ku është konkretisht. Kështu që në këtë aspekt, prandaj duhet një hetim tepër intensiv, edhe hetimi duhet përqendrohet posaçërisht tek babai i vajzës, por edhe të pjesëtar tjerë të familjes së tij, si dhe tek personat që faktikisht e kanë e muarën nga shtëpia, e çuan atje në mal edhe pastaj nuk e kthyen më në shtëpi.